Pra pejgamberi sa ka qenë i kujdesshëm me neve, edhe thotë shfrytëzohet pra jetën para se ti me përmbyll atë me vdekje e pastaj me pa gabimin tan në jetën e bote. Kanë zbrit ajete të shumta të ndëruar dhe zë. Dhe një grup i ajeteve që janë Kur'an, Allahu xhalla xhelalu flet për dëshpërimin e njerëzve në botën tjetër. Dhe një prej atyre njerëzve, prej kategorive të njerëzve që ka me kanë i dëshpëru në botën tjetër, ka me qenë i dështu në botën tjetër, janë ata njerëz të cilët jetën e kësaj bote kanë marrë hajgare. Dhe Allahu xhalla xhelalu ka folë Kur'an, ka thënë yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu, fa dhjan në ditë njeriu te unë, po flet Allahu për në ahiret, po dhe shef se jeta o kanë serioze, po kjo ka marrë hajgare. Tha që atë heret dëshpërohet dhe thot i mjeri unë që ka pas në ba me jetën tem. Dhe Allahu min ajet tjetër në Kur'an tha shumë atë qarë se kjo. Thot ja lejteni qaddamtu li hayati. Tha vjen njeriu i dëshpëru në botën tjetër, i dështun për Allahu të zëvgjel, dhe thot Zotit ja lejteni qaddamtu li hayati, vaj halli për mu, tash po e kuptoj se jeta se bote ka kanë serioze po ne ka marrë hajgare. Sepse i duan punë për me argumentu për Allahu të zëvgjel ekzistencën e tij. I duan veprat e mira, i duan besimi, sinqeriteti, puna, ndërgjegjshmëria, respekti, krejto i duan për Allahu të zëvgjel me dëshmu se ka i duan këtë botë. E ky ka marrë jetën hajgare, e pastaj kur i ka vyt për Allahu të zëvgjel me argumentu se ka ekzistu këtë botë ka bë punë mira, që atëherë ka kuptu pra se jeta ka kanë e vërtet, po ja që ky paska abuzu me jetën vetë. Për ata të ndëruar vëllezër, jeta e secilit njeri ka vlerë, pavarësisht se si jeton ai. Madje edhe njerin më të përbuzën tokë, po i tham kushtimisht, nëse e merr ti e shef një njeri të përbuzën tokë, edhe i thu po shka po të vjen jeta ti kështu, çka thot ai? Thot çështu çysh jam, du me jetu mia vjet. Sepse intuita njeriut ja mëson atij me kuptu se kjo jetë ka vlerë. Dhe jam mëson me kuptu se po vdeke, po tërë momenti vdekjes, ka marrë fund më vlera jote në këtë botë. Pra, po dul shpirti për trupit, dhe po erdhë momenti me dalë të pise bote, alamet djetarë në këfshekan. Njeri madh i kësaj shoqërie, aty ka përfundu vlera jote në mesin e gjapëve. Dhe aty e kupton pra se sa paska pat vlerë jeta njeriu në këtë botë, dhe qysh ta paska urdhnu Allahu Azza wa Jall me kanë kujdesshëm ndaj së jetës. Për ata të ndëruar vëllezër, njeriu është i lumtur në këtë jetë, aq sa ka mundësi, edhe aq sa përpjeket me ja bë jetën të lumtur dikujt tjetër. Pra nëse ti e ke shiu lumturinë e kësaj jete, Allahu Xhalla Xhelalu po të ka urdhnu me të njëjtin tempo që ti më ja mundsu dikujt pra me shiu lumturinë e kësaj bote, dhe jo me kanë për atyre të cilët i privon njerëzit me shiu pra lumturinë e kësaj bote, çysh e ke shiu ti. Dhe kjo është pra bilanci, ose kjo është rregulla që Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit Kur'anin e Kerim. Për shembull të ndëruar vëllezër, apo e shefni sot në shekull 21, se sa e pa vlerë është bërë jeta për njerëz. Jemi në shekull 21, në shekullin që kur s'ka pas teknologji më të madhe se sot. Por me gjitha të vlera njeriut nuk i ka vlerën kaq. Që ta bëjnë një pyetje pse se ka vlerën kaq. Çka va mërmene të ndëruar vëllezër? Sa prej njerëzve sot vdesin këtë moment ku po flasim ne? Në përbrigje të detë ndryshme. Sa fëmijë sot vdesin veç se kanë shiu jetën, vdesin pe plumat njerëzve. Sa njerëz të tjerë privohen nga liria, dhe sa njerëz të tjerë futen në përçelit burgit dhe ndoshta kur mos e shohin ditën me sy. A kjo është vlera jetës?